Samiti i Komunitetit Politik Evropian do të mbahet për herë të parë në vendin tonë me 16 maj, ku 55 liderët evropian do të vinë në Tiranë. Disa prej kryeministrave evropian do të mbërrijnë një ditë më parë për të zhvilluar takime me kryeministrin Edi Rama. Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Keir Starmer, vjen për herë të parë në vendin tonë një ditë përpara samitit të Komunitetit Politik Evropian. Ai u prit sot nga presidenti Bajram Begaj në presidencë dhe më pas u takua me kryeministrin Edi Rama. Vizitën në Shqipëri, kryeministri anglez e nisi në portin e Durrësit. Ai pa në terren punën e policisë shqiptare dhe agjentëve të Agjencisë Britanike kundër krimit të organizuar. Agjencia Britanike është duke ndihmuar policinë shqiptare në parandalimin e trafikut të emigrantëve drejt Anglisë përmes dokumenteve të falsifikuara, po ashtu edhe për zbulimin e parave të krimit të cilat tentohen të futen në Shqipëri, të fshehura në furgon mallrash. Kryeministri Edi Rama dhe Kryeministri i Britanisë së Madhe zhvilluan një konferencë për shtyp në lidhje me samitin evropian që do të mbahet nesër. Dua t'ju falenderoj ju posaçërisht për kujdesjen qysh në ditën kur unë erdha ndër samitin e Londrës që ngarkuat njerëzit tuaj për të na ndihmuar me ekspertizën e tyre në organizimin e këtij samiti në Tiranë.